Agenda personale e Ramës prevalon nga agenda jonë kombëtare. Dhe na vënë këto siklete këto trillet këto idiotësi të bërë simpatik me Macron. Interesi i tij personal si është? Ai mendon se çfarë është interesi i tij personal dhe e vë këtë mbi interesin tonë dhe përdor Shqipërinë për agendën vet personale. Dhe ne nesër gjendemi përpara një fakti që mund të prishim ose rregullojmë marrëdhënie për shkak të agendës personale të Edi Ramës. Kjo është faturën e paguajmë ne. Faturën dhe përfitimin i ai. Gallatën ai. Gallatën ai. Gallat me lekët tona ka. Po bravo. Kjo është se edhe kanë thonë edhe nuk po dihet kush po flet kush po paguon. Ju e pat, Alieri është diktator. Alieri se mund. E provova thotë, ne? Jo, ai lekët e merr. Edhe Macron është presidenti i fuqie për ta marrë ikën. Alieri është diktator, po nuk e bën këtë. Jo. As Lukashenko se bën këtë. As Vučić e bën këri. Shiko, është edhe një gjë interesante, Çip. Kur ishte Trump para Trump në OKB, ku ka marrë fjalimin patentçesh e gjithë OKB-ja me Trumpin. Herën e parë. Po, herën e parë. Tash doli lajmi, nuk ishte më i mirë për mbajtje Trumpi, po thoshte nuk qeshi më kërkush me Trumpin. Domethënë, në Trumpin 2 nuk qesh më kërkush. Po sepse herën e parë u qyt aksident. U qyt aksident. Herën e dytë është normalitet. Edhe kështu ishte titulli, tha qeshën atë mos po qesh askush, domethënë, edhe ishte Trumpi 2 sa i përket kontentit për mbajtjes fjalimit ishte më skandaloz. Se nuk i punoi skripta, edhe u fut pastaj aty. Ne nuk po diskutojmë. Unë do kisha pranuar që edhe një vend i vogël si Shqipëria mund të kishte qëndrime kritike ndaj politikave të një superfuqie, patjetër. Pra Rama është një majt, thot, me demek, mund kishte bretet e veta, ku diun këto që thot Evropa, që shiko, kjo duhet zgjidh multilateralisht, nuk mund vendosi për paqe vetëm një njeri, që duhet bë kujdes ku dëgjon politikën e jashtme, që Trumpi po gabon me tarifat doganore që po i vendos Evropës, pra mund të jesh kritik. Mundet. Por ky nuk është as kritik, sepse ky nuk është se ka një qëndrim. Dhe ne hajta gjykojmë pas këtij qëndrimi, bim dakord, pra ne diskutojmë siç ndodh në çdo vend normal. Kryeministrat, liderët gjykohen në bazë programit tyre, bindjeve të majta apo djatha dhe si aplikojnë ato në praktik, pra qoftë si presidenti majt, po themi, në Francë, apo në Gjermani, ulet në gjunjë, një presidenti djathtë, si Trumpi, sigurisht mediat atij vendi nuk mundet ta pranojnë një gjë tjetër, që do e kritikojnë. Po ky nuk ka as këtë. Ky do të bëj humor me Trumpin, këtë i thotë shoqëri që erdhi Trumpi. Do të tregohet i afërt me demokratët, fal Karaburunin a kë fal Karabastan. E provoj me lavdota, mos më merr me mendjen, nuk e mori. Domethënë era por ishte me lavdota. Tash tha, okay. Tash ta tregoj. Tash ta tregoj me ty. Kalojmë tek çështja e ditës, që është dekreti i presidentit Begaj ose ushtar Begaj për datën e zgjedhjeve në Tiranë. Ndërkohë që gjykata kushtetuese dje në një reagim për Syrin u shpreh publikimi i pranimit i regjistrimit të çështjes në një farë formë është pezullim për dekretimin, sepse ne kemi regjistruar çështjen. Pavarësisht kësaj, Begaj ka dekretuar datën e zgjedhjeve për Tiranë. Shkollako. Tash se jam dakord